Gjykata e Elbasanit ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për Gjina Agon dhe Kujtim Pishën, të dy të dyshuar si të përfshirë në vrasjen e biznesmenit Mondi Mohalla, pavarësisht deklaratave të familjarëve të viktimës, të cilët kanë nënshkruar se nuk kanë dyshime ndaj tyre. Gjyqtari Eliz Dine nuk ka pranuar kërkesën për një masë më të lehtë sigurie, sipas burimeve nga seanca. Ago i shortaki Mohallës paraqiti deklarat firmosur nga motra dhe vëllai i viktimës, ndërsa Pisha nga kunati i Mohallës, i cili është edhe menaxheri i karburantit të Xhaxhi Oil. Të dy të dyshuarit kanë mohuar kategorikisht përfshirje në ngjarje. Në lidhje me Agon, prokuroria ka përfshirë si provë automjetin Audi të regjistruar në emër të kompanisë. Nga ana e tij, Ago ka sqaruar se automjeti ishte dhënë me kontratë përdorimi në kuadër të procesit të zëvendësimit të mjeteve të karburantit me mjete elektrike. Ndërkohë Kujtim Pisha akuzohet për moskallëzim krimi. Ai ka deklaruar para gjykatës se në momentin e të shtënave ndodhej në punë duke ngrënë darkë dhe se njoftimin e parë e kishte marrë nga nëna e viktimës, e cila jeton pranë karburantit dhe telefonoi për të parë se çfarë kishte ndodhur. Ndërkohë policia e Elbasanit vijon kërkimet për dy personat e tjerë të shpallur në kërkim, Marcelo Arani, 32 vjeç, dhe Armando Kolla, 35 vjeç, të cilët dyshohet se viktima ka pasur konflikte të mëparshme të lidhura me çështje droge. I arrestuari tret Nevzat Spahu, 29 vjeç, pritet të dalë për masën e sigurisë në fundjavë.